Djali është në moshë 16 vjeçar, me një fëmijë 16 vjeç, me marë, me afru organe trupore, polici, me shu pantov poshtë edhe me ba dhunë. Ajo është dhunë. Ka unë jam qendër para burgimit 6 ditë, nuk kemi pas asnjë informacion. Djali është ka dënë me lutë nasë në para burgim të miturve. Në redaksinë e lajmi.net kemi pranuar disa ankesa të vazhdueshme nga një qytetar nga fushë Kosova. Qytetari në fjalë ka ngritur disa shqetësime mjaft serioze ndaj policisë së Kosovës, konkretisht ndaj stacionit policor në këtë komunë. Sipas tij, me datën 9 prill, disa zyrtar policor kishin shkuar në banesën e tij pa paralajmërim dhe me përdorim të forcës fizike kanë marrë djalin e tij të mitur, saktësisht 16 vjeç. Qytetari në fjalë pretendon se për 6 ditë radhazi si familje nuk kanë pasur asnjë informacion mbi vendodhjen apo arsyeën e ndalimit të djalit të tyre. Duke shtuar këtu edhe akuzat të tjera në drejtim të zyrtarëve policor të Kosovës, që sipas tij keq përdoren detyrën zyrtare. Jo marrë këtu, e kom hap derën, djali ka qenë këtu. Djali këtu ka qenë, unë e kom hap derën, ata kanë hi me armë dhe më kanë kap, edhe nuk e kom ditë a janë polic apo çka janë. Unë u interesua për djalë, se na mendum që janë banda kriminale. Jo polic, se ata su deklaruan çka janë, vetëm e kanë kap djalin, edhe mos një orë gjys e kanë pru prapë. Djali ka folë me neve, ata e kanë shoh djalin. Kanë bullizu me ta, kanë bo lojna me ta, çdo sen e kanë bo me ta. Djali është në moshë 16 vjeçar, a lejohet me bullizu policia në tërsi me të mitur. Ajo është bullizim, me një fëmijë 16 vjeç, me marë, me afru organe trupore, polici, me shu pantov poshtë edhe me ba dhunë. Ajo është dhunë. Tu është ti në përmali, tu e ra barkut, tu e aprej durët me pranga. Djali krejt këtë ngjarjen e ka tregu, ka honë babi kështu ka ndodhë. Na ka tregu. Më 6 ditë që kena marrë vesh ku është. Se na kena kërku kush një informat për i policisë, në fushë Kosovë nuk e ka dhonë askush. Me pranga e kanë prunë, për herë dytë. Me pranga, na kanë bo foto këtu, i kanë nxjerë armët këtu, kanë shoh këtu, ma kanë dëmtue pajisjen e krevetit aty, kanë hinë për dhoma. Si mos informatës djallit, kanë lënë edhe një kamerë këtu mëna për cilë. Policia në fushë Kosovë janë më të korruptumit në rajonin, në Ruzën, të kësuar, çka është edhe në Ballkan, këta janë më të korruptumit, këta janë posja zezë, këta janë të merri këtu, këta janë kidnapus, janë dhunus, këta me të mitur. Djali ka lajmëru. Djali ka thirrë në sebeptun, ka unë jam qendër para burgimit 6 ditë, nuk kemi pas asnjë informacion. Djali, është që këta të rritë, që dalin. Po të lashe diçka probleme në shpejt dere, kësi huvi, nuk kemi pas me ta. E kanë marrë, kanë sjellë në përmale, kanë që, ku kanë që 24 orë, tu e sjellë në përmale, tu ja afru tytat, të guaja, tu i mshu. E kanë marrë, kanë shti djalim, ka të regu në banjo. E kanë që në banjo, e kanë dhunu. E kanë dhunu. Ata du të më suspendu, du të me donë para ligjit, para drejtësisë. Unë e kam frikë që edhe aty e kështë trajtojnë se këta në fillën me zveti, edhe i bojnë të sene. Këta për momentin ma kanë vra, 6 ditë, unë s'kom ditë se janë, këta ma kanë vra, ma kanë zhdu. Me i thonë djallit ta bojnë në sikur ati rastit në Lipjanë, në përburgje, me ashti frikën në trup djallit. Megjithatë, ndonë se prindit deklaroi se djali i tij nuk kishte pasur probleme me institucionet e sigurisë dhe të hetuesisë, kjo del të jetë e pavërtetë. Kjo pasi nga të dhënat e siguruara nga lajmi.net, në prokurorinë themelore të Prishtinës bëhet e ditur se ndaj 16 vjeçarit rëndojnë disa vepra penale. Siç mësohet, i mituri dyshohet për përfshirje në grabitje dhe në posedim të paautorizuar të armëve, dhe për të njëjtin është kërkuar edhe caktimi i masës së paraburgimit, e cila është aprovuar më pas edhe nga gjykata.
Ndërkohë, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar për lajmi.net se është pranuar ankesa e qytetarit në fjalë. Në një përgjigje të IPK-s bëhet e ditur se për trajtimin e këtij rasti, i njëjti është dërguar në Departamentin e Hetimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës për hetim penal.